Kemi dhe hadithin që e shënon Tirmidhiu në Sunenin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Nuk do të lëvizin këmbët e robit në botën tjetër derisa të pyetet për 4 gjëra. E para, do të pyetet për jetën, se si e ka kaluar. An umrihi fima afna, për jetën, për kohën e lirë. E dyta, për diturinë, se a ka zbatuar apo jo. E treta, do të pyetet për pasurinë, min ayna iktasaba wa fima anfaqa, për pasurinë se nga e ka fituar dhe si e ka shpenzuar. Dhe e katërta, do të pyetet për trupin, për energjitë trupore, se si ka përdorur, se si ka harxuar. Trupi tretet, si e tret njeriu trupin. E ka tret në punë të hajrit apo jo? Nuk ka për të lëviz asnjë rob në botën tjetër pa u pyetur për këto 4 gjëra, për kohën e lirë. Ne mendojmë se nuk do pyetemi, po vallahi do të pyetet njeriu për kohën e lirë, për diturinë. Kemi dëgjuar mjaft ajete, mjaft hadithe, mjaft rregullat të fesë, norma ligjore, norma të sjelljes. A i zbatojmë ato apo jo? Do të pyetemi në botën tjetër. Do të pyetemi gjithashtu për pasurinë, se si e fitojmë, halal apo haram, dhe si e shpenzojmë atë, në halal apo në haram, në dobi të fesë apo në dëm të vetveteve tona. Dhe do të pyetemi gjithashtu edhe për trupin.